Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kardiologu jep urdhër, 1 muaj para atakut në zemër, trupi ju dërgon këto 4 shenja, mos i injoroni. Sulmet në zemër janë urgjenca serioze mjekësore të cilat kërkojnë vëmendje të menjëhershme nga një mjek. Sipas klinikës Mayo, një sulm në zemër ndodh kur një ose më shumë arterie koronare bllokohen. Bllokimet më së shpeshti shkaktohen nga grumbullimi i yndyrës dhe substancave të tjera të cilat formojnë një pllak në arterie. Sidoqoftë, 80% e sulmeve të parakohshme në zemër dhe të goditjeve në tru janë të parandalueshme me një dietë tepër të shëndetshme dhe aktivitet fizik të rregullt. Me kalimin e kohës, një grumbullim i depozitave yndyrore formon substanca të quajtura pllaka, të cilat mund të ngushtojnë arteriet duke shkaktuar shumicën e sulmeve në zemër. Çdo kush që ka sëmundje të zemrës ka një shans më të lartë për të patur një sulm në zemër, duke e bërë të domosdoshme që ju të shkoni dhe të kryeni analizat për sëmundjet koronare të zemrës. Jo të gjithë njerëzit të cilët kanë sulme në zemër kanë të njëjtat simptoma. Disa njerëz kanë dhimbje të lehta, ndërkohë që të tjerët kanë dhimbje të forta. Ekziston një numër shenjash paralajmëruese të hershme ndaj të cilave ju duhet të tregoni kujdes. Shenjat e hershme janë për shembull shqetësimi në gjoks. Shumica e sulmeve në zemër përfshin siklet në qendër të gjoksit, e cila zgjat më shumë se disa minuta, ose mund të largohet edhe njëkohësisht të kthehet më vonë. Siklet në zonat e tjera të pjesës së sipërme të trupit. Dhimbja ose njëkohësisht shqetësimi në njërin ose të dy krahët, qafë dhe në nofull dhe në stomak mund të jetë një tjetër shenjë e cila paralajmëron sulm në zemër. Për disa njerëz, dhimbja ose shtrëngimi mundet që të jetë i rëndë, ndërsa për të tjerët mund të jetë e pakëndshme. Gulçim. Megjithëse kjo mund të ndodhë si për burrat ashtu edhe për gratë, është më e zakonshme që gratë të përjetojnë gulçim. Shenja të tjera të mundshme përfshin shpërthimin e një djerse të ftohtë, të përzira ose marramendje. Ndërkohë, ju duhet të keni parasysh se është mirë që të parandalosh se sa të kurosh. Ky është një rregull i cili vjen për të gjitha sëmundjet dhe veçanërisht për ato të cilat manifestohen me simptoma tepër të vështira, siç është ataku në zemër. 1 muaj ose më pak para një ataku në zemër, trupi juaj ju dërgon disa shenja paralajmëruese për të cilat ju duhet të keni parasysh për të marrë masat e duhura dhe për të larguar rrezikun. Dhimbje gjoksi manifestohet me forma dhe me intensitet të ndryshëm tek meshkujt dhe tek femrat. Për meshkujt është simptoma më e rëndësishme e hershme një ataku kardiak të afërt dhe nuk duhet që të injorohet. Përkundrazi, kjo prek vetëm 30% të grave. Dhimbja e gjoksit mund që të shtrihet në njërin ose të dy krahët, më së shpeshti në krahun e majt. Dhe gjithashtu prek nofullën e poshtme, qafën, shpatullat ose stomakun. Mund të jetë e përhershme ose e përkohshme. Djersitja e tepërt. Djersitja e pazakontë ose e tepërt është një simptom e hershme e një ataku kardiak. Mundet që të ndodhë në çdo kohë të ditës ose të natës. Më së shumti prek femrat dhe shpesh ngatërohet me djersitje gjatë natës, gjatë menopauzës. Rrahje të parregullta të zemrës. Aritmit shpesh shoqërohen me sulme paniku dhe ankth, veçanërisht tek femrat. Ato shfaqen papritur dhe njëkohësisht marrin formën e rrahjeve të çrregullta të zorrëve ose takikardisë. Ushtrimi gjithashtu mundet që të rrisë rrahjet e zemrës, veçanërisht tek njerëzit me arteriosklerozë.
Simptoma gjithashtu zgjat për rreth 1 deri në 2 minuta. Në qoftë se nuk qetësohet dhe ju ndiheni të trullosur dhe shumë të lodhur, telefononi menjëherë një mjek. Rënja e flokëve është një tjetër tregues mjaft i dukshëm i rrezikut të sëmundjeve të zemrës. Më së shpeshti prek meshkujt mbi 50 vjeç e lartë, por kjo gjë mundet që të ndodhë edhe tek femrat. Rënja e flokëve shoqërohet gjithashtu me nivele të larta të kortizolit në trup. Kushtojini vëmendje rënjes së flokëve në maj të kokës. Frymëmarrje e shkurtër ndodh shpesh si te meshkujt ashtu edhe te femrat dhe fillon qysh 6 muaj para një ataku kardiak. Zakonisht është një shenjë paralajmëruese e një sëmundjeje. Personi nuk mund të marrë mjaftueshëm ajër, ndjeni trullosje ose gulqim. Pagjumësia. Një tjetër simptom e lidhur gjithashtu me një rrezik të atakut në zemër ose të goditjes në tru është më e zakonshme tek gratë. Personi është në ankth, ka vështirësi për të fjetur dhe njëkohësisht ka zgjime të shpeshta. Dhimbje barku. Dhimbja e barkut, vjedhja, fryrja dhe parehatia janë simptoma tepër të zakonshme të sulmit në zemër si tek meshkujt, ashtu edhe tek femrat. Dhimbjet e barkut para sulmit në zemër janë të natyrës episodike, relaksohen dhe kthehen për periudha të shkurtra kohore. Ushtrimi mund t'i përkeqësojë dhimbjet e stomakut. Lodhja. Lodhja e pazakontë është një tjetër simptom e një ataku të afërt në zemër, veçanërisht ndodh tek gratë. Lodhja nuk është për shkak të aktivitetit fizik apo mendor dhe arrin kulmin në fund të ditës tuaj. Dhe këto simptoma më të dukshme kalojnë pa u vënë re pasi personi nuk mund të kryejë funksionet bazë si të bëjë një dush ose edhe të rregullojë shtratin. Ndërkohë, këtu ne do t'ju njohim me ushqime të cilat e mbrojnë në zemrën tuaj. Problemet e zemrës janë ndër shkaktarët më kryesor të vdekshmërisë në botë. Arteret e bllokuara çojnë në shfaqjen e hemorragjisë cerebrale dhe infarktit. Ndërkohë, stresi, mungesa e aktivitetit fizik apo regjimi ushqimor i varfër rrisin gjithashtu mundësinë e prekjes nga këto sëmundje. Por le të njihemi me ushqime të cilat mbrojnë zemrën tonë dhe e forcojnë atë. Lëngu i portokallit. Rekomandohet të përdorni lëng portokalli të shtrydhur pasi është i mirë me vitaminë C dhe antioksidant të cilët parandalojnë presionin dhe inflamacionin arterial. Frutat e thata. Frutat e thata, sidomos bajame dhe arrat, janë shumë të pasura me yndyrra të mira të ngopura. Vitaminë E, fibra dhe proteina. Hurmat. Hurmat janë të pasura në antioksidant dhe polifenol, një substancë e cila ul kolesterolin e dëmshëm dhe sasinë e triglicerideve. Çaji e shil përmban antioksidant vegjetal që pengojnë absorbimin e kolesterolit gjatë tretjes. Ju ndihmon gjithashtu të kontrolloni peshën dhe të kryeni aktivitet fizik sa më mirë duke mbajtur zemrën tuaj dhe sistemin kardiovaskular në formë. Dritrat integral. Në këtë grup bëjmë pjesë makaronat integrale, orizi, gruri dhe tërshëra. Këto produkte ulin nivelin e kolesterolit të keq në gjak dhe ndihmojnë në pastrimin e arterieve. Kanella. Një lugë çaj kanellë në ditë parandalon mpiksjen e gjakut. Gjithashtu edhe spinaqi është i pasur në fibër, potasium dhe acid folik. Të gjithë këta element parandalojnë sëmundjet kardiovaskulare. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.